Zjarret vijojnë të mbajnë në alarm zonat jugore të vendit, ku pasojat e flakëve janë të dukshme në disa bashki. Në fshatin Peshkëpitës Elenicës, një ditë pas zjarrit masiv, pamjet nga tereni tregojnë dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore, pemtore dhe kultura bujqësore. Flakët kanë përfshirë zona të tëra me pisha, ndërsa në disa vende trunqet vijojnë të nxjerrin tym. Zjarri ka dëmtuar edhe vreshta, pemë are dhe kultura të tjera të banorëve të zonës. Pasojat janë ndjerë edhe në një pikë për pjesë këmbimi automjetesh, ku janë ndjegur rreth 150 mjete jashtë funksionit. Sipas banorëve, ndërhyrja për shuarjen e flakëve ka qenë e vështirë për shkak të përmasave të zjarrit dhe kapaciteteve të kufizuara të shërbimit zjarfikës. Në ndihmë të ekipeve vendase mbërritën forca nga Vlora dhe Himara. Banorët kërkojnë nga Bashkia Selenicë verifikimin e dëmeve dhe marrjen e masave për dëmshpërblimin e tyre. Ndërkohë, kjo situatë kritike vijon edhe në Mallakastër, ku zjarri në masivin pyjor të Drenias ka dalë jashtë kontrollit. Era e fortë po favorizon përhapjen e shpejtë të flakëve, ndërsa tereni i vështirë dhe kushtet atmosferike kanë vështirësuar ndërhyrjen nga toka. Shërbimet zjarfikse vijojnë betejën me flakët për izolimin e vatrës, ndërsa autoritetet po përgatiten për ndërhyrje nga ajri. Pas përfundimit të operacioneve në zonën e Ngreçanit, ku situata u vu në kontroll, ndërhyrja ajrore pritet të orientohet drejt masivit pyjor të Drenias për të frenuar përfundimisht përhapjen e zjarrit.